Çdo student ka të drejtën të jap provimet në gjuhën e tij të lindjes, në gjuhën e tij të nënës, në gjuhën që ka folur që në fëmijëri, që ka folur në familjen e tij, në gjuhën që ka folur në shkollë. Ky është një prej kritereve bazike, primare, më të rëndësishëm të drejtave të njeriut kudo në botë. Por nëse flasim për Maqedoni, ky kriter duhet ishte 10 herë më i rëndësishëm dhe më i respektueshëm. Çfarë po ndodh sot në Maqedoni? Dje gjatë gjithë ditës dhe sot studentët e jurisprudencës të Shkupit dhe universiteteve tjera janë duke protestuar përpara Ministrisë Drejtësisë dhe Ministrisë së Arsimit duke kërkuar një gjë bazike dhe thelbësore. Ata duan që t'i japin provimet përfundimtare të jurisprudencës të fakultetit cilin e kanë bërë në gjuhën shqipe në universitetet shqiptare në gjuhën shqipe. Ndërkohë që shteti Maqedonas ju kërkon që kjo të bëhet në gjuhën maqedonase. Debati kryesor është debati nëse kjo është e ligjshme apo jo, është ligjore apo jo. Në radhë parë, përpara se të futem një debati se sa ligjore është kjo dhe se sa të drejtë shqiptarët kanë që të diplomohen dhe t'japin provime në gjuhën e tyre, që është një debat shumë i gjerë, përpara se të shkojë drejt një çështje akoma më të madhe, që pavarësisht ligjit, kjo është një drejtë fondamentale e njeriut kudo në botë dhe është një gjë fare normale që gjithkush duhet ta pranonte. Le t'ju tregoj pamjet mahnitse të këtyre djemve dhe vajzave të rinj, 22 vjeçar, të cilët janë duke protestuar sot në Shkup. Shihni pamjet e protestës tyre. Këto imazhe që sapo i ndoqët dhe që besoj do t'i ndiqni gjatë kohës që unë flas, janë imazhet e një brezi i cili nuk kërkon as më shumë dhe as më pak, por që t'jenë një element serioz brenda shtetit Maqedonisë Veriut. Maqedonia e Veriut është një shtet i përbërë nga maqedonasit, shqiptarët dhe pakica tjera etnike. Shqiptarët nuk janë një pakicë etnike, janë rreth 30% e popullatës Maqedonisë, që të ndryshe janë një faktor i rëndësishëm. Nëse i referohet ligjit gjuhëve, dhe unë këtu po mundohem të referoj ligjin e gjuhëve, nëse i referohesh ligjit të gjuhëve në Maqedoninë e Veriut, gjuha shqipe është një gjuhë që flitet nga mbi 20% të popullatës vendit dhe në këtë rast duhet ishte një gjuhë zyrtare. Në gjuhën shqipe shkollohen fëmijë që nga sistemi elementar e deri në universitet. Secili prej tyre ka të drejtë flasi gjuhën e tij të lindjes, gjuhën e tij të nënës, gjuhën e tij amtare, sepse janë element shtetformues, nuk janë as minoritet, nuk janë as pakicë në atë vend. Janë një komunitet etnik i cili është pjesë përbërëse e Republikës Maqedonisë së Veriut. Secili prej tyre ka drejtë ta përdorë gjuhën shqipe dhe gjuha shqipe në bazë të këtij ligji, edhe pse nuk është eksplicite, pra thuhet mbi 20% dhe nuk thuhet gjuha shqipe, është një gjuhë zyrtare. Është përdorur si gjuhë zyrtare, është përdorur në parlamentin e Maqedonisë, është përdorur në institucionet e Maqedonisë. Maqedonia ka pasur kryetar kuvendi shqiptar, Maqedonia ka pasur kryeministër shqiptar, Maqedonia e ka shqiptarët një element të jetë rëndësishëm në shtetformimin e saj. E dyta dhe më kryesorja është që drejta për të folur gjuhën tënde, për të shkolluar në gjuhën tënde, për të dhënë provime në gjuhën tënde është një drejtë elementare e njeriut kudo në botë. Maqedonia e Veriut është duke shkuar drejt integrimit evropian. Në momentin që ajo është nisur drejt integrimit evropian dhe drejt një Europe e cila e ka parim fundamental të saj respektimin e gjuhës dhe kulturës së çdo etnie, pavarësisht përmasave të saj, jo më njëra se Maqedonia që bëhet fjalë për 1/3 e popullatës së vendit, Maqedonia duhet t'ju alejonte këtë lehtësi studentëve shqiptar. Po në fundit edhe nëse kushtetuta ka nevojë të interpretohet. Unë mendoj që është e qartë, por po marrim që ka nevojë të interpretohet. Çfarë do ta gjente Maqedoninë e Veriut që këta studentë jepin provimet në gjuhën shqipe? Ky nuk është një provim për të testuar njohuritë e tyre të gjuhës maqedonase. Ky nuk është një testim për të treguar nëse ata mund të jenë kompatibël me këtë gjuhë apo mund ta përdorin atë gjuhë. Ky është një testim i dijeve të tyre që ata duhet t'i japin në gjuhën që pretendojnë.
Po pse është kaq e pasinqert? Po ka universitete në botë ku studentët shkojnë dhe japin provimin në gjuhën që din më mirë dhe ju mundësohet madje dhe përkthimi, sepse në fundit ata kanë rëndësi parimet bazë dhe jo vendin ku ta ushtrojnë këtë drejtë. Nesër këta juristë mund të shkojnë dhe mos punojnë Maqedoninë e Veriut, mund të punojnë në një vend tjetër, mund të jenë detyruar të flasin në gjuhën gjermane, angleze, franceze, hollandeze apo nuk e di se çfarë. Pra çfarë problemi ka Maqedonia e Veriut? Çfarë e kërcënon një shtet që synon të bëhet antar i Bashkimit Evropian për faktin që 300 ca student duhet ta japin provimin në gjuhën shqipe dhe jo në gjuhën maqedonase? Po pse Maqedonia i fryn një tensioni etnik i cili ka vite që nuk është kaq relevant në Maqedoni? Pse Maqedonia kthehet mbrapa në kohët e errta të saj, të cilat e di shumë mirë se si kanë përfunduar në vitin 2001 apo 2002? Cila është logjika e një shteti i cili thash dhe njerë tenton të bëhet antar i Bashkimit Evropian dhe pengon studentët për të folur dhe për të dhënë provimet në gjuhën e tyre? Unë jam sot me studentët Shkup, jam pjesë e pandare protestave tyre. Unë jam sot me të gjitha ata student të cilët duan të japin provimet në gjuhën e tyre në gjuhën amtare. Unë do jem sot me çdo student Maqedonisë Veriut dhe çdo vendit botës që do të japi provimet në gjuhën e tij amtare. Pse Maqedonia e Veriut nuk e lejon këtë? Unë do isha që çdo njeri të japi në gjuhën e tij, çdo njeri të flasë gjuhën e tij. Në fundit Maqedonia është një shtet multietnik, nuk është një shtet homogen, është një shtet me disa etni, jo me minoritete, por me etni që janë në tokat e tyre, janë autoktonë në tokat e tyre. Kështu që çdo tentativë për ta minuar këtë harmoni mes etnive do ishte fatale për vetë Maqedonësit në radhë. Natyrisht që në një moment caktuar një forcë politike më duket me forcën e tjetër. Maqedonia duhet llogarisë shumë mirë që çdo tentativë për të krijuar probleme të brendshme etnike me shqiptarët do të ishte automatikisht një problem me dy shtetet kufitare të saj, me Shqipërinë dhe Kosovën, që do të ishte fatale në radhë parë për Maqedoninë. Nuk mund të ketë kurrë një integrim evropian dhe nuk mund të jenë kurrë një vend me parime europiane nëse nuk zbatojë një parim themelor të drejtave të njerëzit, siç është e drejta e gjuhës. Nga ana tjetër do të bëjë një thirrje të gjithë partive politike shqiptare në Maqedoni. Kjo nuk është një çështje politike, kjo nuk është një çështje ideologjike, kjo nuk është një çështje në opozitë apo në pushtet. Kjo është një çështje një të drejtë që ju takon atyre ta mbrojnë me forcë, por po aq sa atyre ju takon dhe deputetëve maqedonas, që të ngrihen mbi verbësinë dhe dritshkurtësinë etnike dhe të mbështeten mbi parimet demokratike europiane, parimet themelore të drejtave të njerëzit. Unë jam sot me studentët në Shkup.